Përshëndetje shenja e Akrepit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretin e kupave, djalli, 4 monedat, mbretëresha e shkopinjve. Duket se brenda jush ka një betejë të qetë. Ju jeni emocionalisht të pjekur. E kuptoni çfarë ndjeni. Nuk po reagoni si dikur, por ka një lidhje, një situatë ose një dëshirë që po ju tërheq fort, pothuajse në mënyrë magnetike. Kjo është energjia e djallit. Tregon për lidhje karmike, varësi emocionale, pasion që djeg ose përvëllon. Ju po përpiqeni ta mbani veten nën kontroll. 4 monedat tregon frikë nga humbja, frikë nga ekspozimi, frikë nga lëshimi. Ju po mbani diçka fort, ndoshta krenarin, ndoshta ndjenjat, por në fund shfaqet mbretëresha e shkopinjve. Dhe duket se ndoshta ju jeni të konvertuar në këtë lloj modaliteti, në këtë lloj fuqie, dukeni magnetik, dukeni sigur jeni ju personi që zgjedh. Pra ju nuk jeni të destinuar të jeni të varur nga askush. Kartat këshillojnë të mos e mohoni pasionin, por mos lejoni që pasioni t'ju robërojë. Nëse diçka ju bën të ndiheni të vegjël ose të pasigurt, atëherë ajo gjë nuk është dashuri, është varësi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 shkopinjt, magjistari, kalorësi i shpatave dhe bota. Në familje ka tension të vogël, por kjo është një javë sqarimi. Ju mund të ndjeni sikur duhet të mbroni veten, por në fakt keni fuqinë të drejtoni situatën. Një cikël i vjetër familjar po mbyllet. Mund të jetë një keq kuptim, një energji e vjetër, një rol që ju keni mbajtur për shumë kohë. Ju nuk keni më nevojë të luftoni për t'u kuptuar. Flisni qetë sepse autoriteti juaj del nga qartësia, jo nga zëri i lartë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 7 monedat, perandori, kalorësi i kupave dhe gjykimi. Në dashuri duket se kjo nuk është një javë e zakonshme. Kjo është javë vendimi. Duket se ju keni pritur, ju keni investuar kohë, keni investuar ndjenja, keni investuar durim dhe ka një ndjesi të tipit kam bërë aq shumë dhe kur do të më kthehet, pra për çfarë kam investuar, sigur po prisni të korrni frytet e asaj që keni mbjell. 7 monedat tregon që pikërisht ju po vlerësoni, apo rritet kjo lidhje, apo po e ushqej vetëm unë. Perandori tregon një figurë të fortë, një mashkull ose energji mashkullore, ose mund të jetë thjesht një energji autoritare, nuk ka rëndësi gjinia. Që mund të jetë një energji krenare, e strukturuar, ndonjëherë e mbyllur emocionalisht. Ky person mund të ketë ndjenja, por nuk i shpreh lehtë, sepse ky është një person që kërkon kontroll, kërkon siguri. Më pas kemi kalorësin e kupave dhe kjo ndryshon gjithçka. Kjo është energji mesazhi, energji afrimi, romancë, pendim, mall. Pra këtu ka shumë gjasa për mesazh emocional. Ka gjasa për rikthim komunikimi, shprehje ndjenjash që kanë qenë të shtypura për shumë kohë, ose për pak kohë, s'ka rëndësi. Por karta e fundit është gjykimi.
Kjo është karta e zgjimit shpirtëror. Kjo është karta ose e çojmë në nivel tjetër ose e mbyllim përfundimisht. Intuita më thotë që kjo është një lidhje karmike, nuk është rastësore. Ka histori, ka mësim, ka plag dhe ka magnetizëm. Por pyetja që shtrohet këtu është, apo prisni që ky person të ndryshojë apo po prisni që ju të merrni guximin që të zgjidhni veten tuaj. Nëse personi vjen me fjalë të bukura, nuk duhet të lëshoheni menjëherë, duhet të shikoni veprimet. Nëse personi hapet emocionalisht, duhet të pyesni a ka qëndrueshmëri pas kësaj. Gjykimi kërkon që ju të mos reagoni nga pasioni, por nga vetëdija. Kjo javë mund të sjellë një mesazh që ju të ndonë, një rikthim nga e kaluara ose një moment ku ju vendosni, unë kërkoj më shumë. Nëse jeni vetëm, kjo tregon që një person që po afrohet, por që fillimisht mund të duket i rezervuar. Ky person kërkon stabilitet, por ju duhet të siguroheni që ai është emocionalisht i disponueshëm. Këshilla e kartave për ju në dashuri është të mos ulni standardet nga frika e vetmisë, të mos e ngatroni pasionin me përkushtimin, të mos e mbani dikë vetëm sepse ndjeni lidhje të fortë. Ju meritoni një perandor ose perandoresh që sillet si kalorës i kupave në të njëjtën kohë, pra që është i disponueshëm dhe nga ana emocionale. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 kupat, 10 shpatat, ylli dhe mbretëresha e monedhave. Në punë flitet për një zhgënjim të vjetër ose një kujtim profesional që del në sipërfaqe. Mund të ndjeni sikur diçka mbaroi ose ka mbaruar në mënyrë të dhimbshme. Por kjo javë sjell shpresë, sepse ylli tregon shërim dhe një mundësi që ju rikthen besimin. Mbretëresha e monedhave tregon stabilitet financiar dhe pjekuri. Duket se ju po hyni në një fazë më të sigurt. Mos e lidhni identitetin tuaj me një humbje. Kalojmë tek Prism Oracle ku kemi reflektim. Mesazhi për këtë javë është, domethënë kjo javë nuk kërkon që të luftoni, kërkon të reflektoni. Ju nuk jeni personi që prisni, ju jeni personi që zgjidhni. Pra, dashuria këtë javë do t'ju testoj. A do të zgjidhni pasionin apo vlerën? A do të zgjidhni pritjen apo vetë respektin? Dhe unë ndjej fort që deri në fund të javës do të keni një moment qartësie, një klikim të brendshëm ku do të thoni, tani e di çfarë dua. Paçim.